një glëngë ujë. U bëre keq duke qarë kështu. Unë tani se do shoh në sy Bergjinin. Bergjini nuk di asgjë, nuk të dëgjoj. Pa me rak fare. Do e marrë vesh. Edhe Bergjini do e marrë vesh, të gjithë e marrin vesh. Të gjithë do e marrin vesh, Ozan. Si do të shoh njerëzit në sy unë. Si do të jetoj me këtë turpë. Aslı, më shiko këtu, të lutem. Shiko më pak. Ti nuk ke asnjë arsye të mërzitesh. Nuk është faji yt. Është thjesht faji i babait tënd. Urdhëro teyze. Çfarë? Si? Teyze më tregu të vërtetën është mirë, nëna. Mirë në cilin spital? Në rregull, po vi me një herë. Çfarë ndodhi? Nënën time pas kanë quar në spital. Eja, shkojmë në spital. Hajde shpejtoni. Duro, arritëm. Doktoresh, çfarë ka? Do të bëhet mirë apo jo? Në rregull, ne do të merremi me të. Ju prisni këtu. Edhe, po shkon mirë, a? Pra, as puna nuk di ta bësh si duhet. Kështu do mendoj se i një princ i rritur në pallat. Çfarë princi thua? Në rregull, mos e mërzit me një herë, po bëja shaka. Bravo. Po e pastron shumë mirë. Eylül, çfarë po bën? Po e fshi murin, pra, çfarë po bëj? Shiko sa pes është. Lere do ta fshi unë. Jam mësuar unë? Shiko për 2 minuta po e mbaroj. Nuk të lejoj, zbrit poshtë. Eylül, po them mos. A të thash? Ashtu telefoni. Qenë ka nëna. Urdhronën. Nën, çfarë ka ndodhur? Çfarë u bë? Më duhet të shkoj. Teze, ku është nëna ime? Si është gjendja saj? Fol, pra, teze! Bi, e kam futur në kujdesin intensiv, doktoresha nuk tha asgjë. Si kështu? As kush nuk të tha asgjë ty? Po të kishin thëna, nuk do ta thosh aty zemër. O, Zot, të lutem mos di ndodhë gjëna në zdime. Unë nuk mund të jetoj pa të. Aslı, dakor që so pak do ta marrim vesh. Do shohim se si është gjendja e saj. Të paktën jemi këtu në spital.
Doktoresha. Doktoresh, si është gjendja në nënës time? Fatkeqësisht, nëna juaj ka pësuar hemorragji në tru. Hemorragji në tru. Si kështu? Çfarë do të ndodhë tani? A do të shërohet nëna ime? A do të shpëtohej ajo apo jo? Nuran! Nuran! Erdhëm ne! Hyrë Koraj. Nuran? Çfarë ka ndodhur këtu? Jashar vëlla, mos vallë në nebi janë zënë me njëra tjetrën. Jo, ndoshta kanë shkuar diku. Ta marrë në telefon të shoh se ku janë. Nurani nuk përgjigjet. Ndoshta nuk e dëgjon telefonin. Sidoqoftë, hajde ulu birë. Jo vëlla Jashar, unë po nisem. Nuk bën ashtu. Edhe ti je i lodhur. Të të hedh një gotë limonad. E ka bërë Nurani me duart e veta. Do të freskohesh. Mirë atëherë, ta pi një gotë limonad. Kësaj fotografie do t'i shtohen edhe 2 veta. Dyshojmë se shkaku është tensioni i lartë i gjakut. Nuk do t'ishte e drejtë të them diçka para se të përfundojnë analizat. Por do të shërohet apo jo? Do të kaloj. Është shumë herët për të thënë diçka tani. Mund të kaloj lehtë, por gjendja mund edhe të përkeqësohet. 24 orët e ardhshme janë shumë të rëndësishme. Ju lutem, shpëtojeni nënën time. Ju lutem. Ju lutem, më ndihmoni. Unë nuk mund të jetoj pa nënën time. Ne po bëjmë gjithçka që mundemi. Ju lutem, edhe ju na ndihmoni duke u përpjekur të qëndroni e qetë. Ju uroj shërim të shpejtë. Doktoresh, a mund të shoh nënën time qoftë edhe për pak sekonda, ju lutem? Në rregull, por vetëm pak. Qetësohu, nëna jetë do duhet mirë. Unë e besoj këtë. Tani jam unë këtu. Nën. Çfarë të ndodhi ty kështu? Mos ma bëj këtë nën. Të lutem mos u sëmorti. Hapi syt. Të lutem hapi syt, nën. Mos më lërë, nën. Mos guxo të më lësh mua. Unë nuk mund të jetoj pa ty. Prit. Ti po deshe mos eja. Pse? Nëna ime mund të na keq kuptoj. Mirë, atëherë po pres këtu. Nën? Si u bë halla? A është më mirë? A ka ndonjë lajm? Nuk është mirë, bia ime. S'është fare mirë.
Për të mira vëlla Jashar, më bëri mirë ftesa jote. Unë po iki. Mirë birë, edhe ti ke punët e tua. Faleminderit edhe një herë për gjithçka. Zoti ta shpërbleft. Mos e përmend vëlla. Nëse kam mundur ta ndihmoj sadopak, jam i lumtur. Të fala nuset Nuran dhe sigurisht edhe i Lylit. Të fala paq. Dërgoj selam edhe ti. Edhe prej meje vëlla. Në dorë të Zotit. Po të përcjell deri Ska te nevojë dera. fare vëlla, dal vet. Çfarë ka ndodhur këtu? Ta marr edhe një herë në telefon. Urdhroj, Jashar. Nuran, pse nuk e hap telefonin, më bëre merak. E kisha në çantë telefonin, nuk e kam dëgjuar. Ku jeni kështu? Erdha në shtëpi dhe nuk gjeta njeri. Ne dolëm pak vajzat të marrin ajër. Nuk ka asgjë për të shqetësuar. Më thuaj të vërtetën, zëri yt më duket pak i çuditshëm. Nuk ka ndodhur diçka e keqe apo jo? Jashar, sa merak që bëhesh edhe ti. Jam nisur unë për në shtëpi. Hajde. Eylül, baba yt po dyshon tani. Mua më duhet të shkoj në shtëpi. Nan, a nuk do t'ja thuash këtë gjë babait? Shpirti nënës, si t'ja them? Do t'i pushoj zemra me njëherë. Halla jote është në këto gjendje, pastaj edhe baba yt. Bie nënës, ti rri këtu, në rregull? Mos e largo telefonin nga dora. Unë do të thras shpesh. Ki kujdes. Bëu e fort, e dje. Duro. Po të lë në dorë të Zotit. Shpirt, a je mirë? Si e ka gjendjen? Nuk është mirë. Eylül, nëna ime nuk po i hap syt. Po sikur t'i ndodhë ndonjë gjë. Kam kaq shumë frikë. Jo, në rregull, nuk do t'i ndodhë asgjë. Asgjë. Pastaj, halla ime është shumë e fortë. Do të qarohet, do të ngrihet në këmbë. Pastaj do të kthehemi të gjithë bashkë në shtëpi. Ta premtoj këtë. Eja. Zhilide, sot u takua me profesorët e Ozanit. I pyeta nëse po i ndjek mësime dhe si është gjendja e tij. Pas ka nisur sërish të mungoj. Sot nuk ishte hyrë fare në mësim. Madje asaj e vajza nuk ishte. Cila, vajz Asla? Po. Zemër, unë jam shumë i shqetësuar. Mirë, në rregull. Pranoj të kthehet pranesh dhe po vazhdon shkollën, por kështu nuk shkon më. Sa mungesa ka bërë? Them të drejtën 1 ose 2 ditë, por ky është fillimi. Është një lloj shenje. Dhe për më tepër shpirt, nuk mendoj se ajo vajzë është shembull i mirë për Ozanin. Unë nuk mendoj si ti, Mimtas. Për herë të parë pas shumë vitesh po e shoh Ozanin kaq të lumtur. Që kur ajo vajzë hyri në jetën e tij, mendoj se ju paksua zemrimi i nati. Shoqëria e saj vajzës i bën mirë Ozanit. Sa i përket shkollës, ajo vajzë nuk do ta largoj Ozanin nga mësimet. Do ta shohësh përkundrazi do e lidh edhe më shumë.
Asla. A nuk mendon se duhet ta njoftojmë baban tënd? Berçin, po ti çfarë dreqi po përpiqesh të bësh? Asgjë. Po përpiqem të ndihmoj. Unë e di që i dëgjove ato që tha Asla. Atëherë e di edhe se sa krim të rënd ka bërë baba i saj. Ai njeri është hajdut i keq. Berçin, a është ky momenti? A është momenti për të folur për këto gjëra? Jo, por ajo që bërë baba i saj? Ata e bëri babai i saj, dhe jo Asla. Prandaj nuk ke të drejtë ta rëndosh atë. Sidomos në këtë gjendje. Tani harroj gjithçka që ke dëgjuar. Si mund të ma kërkosh një gjë të tillë ti mua? Po të them që ai njeri ka vjedhur në shtëpinë tonë, ka kryer krim. E di, Berçin. Ti mos i thuaj askujt asgjë. Do të merrem unë me këtë. Në rregull? Por si do ta zgjidhësh? Nuk e di. Do ta zgjidhisi. Do ta mbyll këtë çështje pa u dëmtuar askush. Dhe siç të thash, ti mos i thuaj askujt. Tani shko në shtëpi dhe mos prit më këtu. Do të marrë unë telefon. Erdhe? Erdha. Ku është Hedia dhe të tjerët? Hedia shkoi te një shoqe. Hedia pas ka shoqe në Ankara? Kush në qenë ka kjo shoqe? Nga ta di unë zemër nuk më tha. Nuk e pyete se kush është dhe ku banon? Jo, Jashar, nuk më shkoi mendja, nuk e pyeta. Çfarë deshe ta merra në pyetje gjithat grua? Mirë zemër, mos u dze. Kur të vi, na tregon vetë. Mjafton të jetë mirë. Le të jetë mirë. Vetëm të jetë mirë. Hajde, po desha të shkoni ju. Jo, ne jemi mirë kështu. Po shkoj të marrë diçka për të ngrënë. Nën? A nuk ka ndodhur diçka? Nën? Nën, mos më lër, të lutem. Nën, mos më lër. Nën, të lutem, mos më lër mua. Të lutem, nën, hapi syt, nën. Nën, mos më lër, nën. Nën, të lutem, mos më lër, të lutem, hapi syt, nën. Nën, mos më lër. Nën, mos më lër, të lutem, nën. Nën, mos më lër, nën, të lutem, nën. Zgjoh për mua, nën. Nën. Aslı. Aslı. Doktor, Aslı. Aslı, hapi sy tani. Aslı.
Nën, muzik. Mos më lërë mua, nën. Të luta, mos më lërë. Qëfar do të bëj unë pa ty? Muzik, nën. El-Fatiha. Amin. Ngushëllimet e mia. Faleminderit. E përse ma bare këtë për baba? Si të jetoj unë pa ty tani? Hajde, birë. Më lërë tani! Më lërë! Baba im! Baba! 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 Nën të luta mos më lërë. Të bëshëroha mos më lërë. Si është nëna ime? Qetësohuni, për momentin gjendja e saj është në kontroll, do të presim. Falë Zotit. E shikon? Nuk e më arsye për të friksuar. O Zotë, lutem bëj që nëna ime të bëhet mirë. Baba im është një hajdut i ndyrë. Ai i vodhi manshetat nga shtëpia e profesorit Tarik. Vodhi në shtëpinë e të vetmi njeri që më ka ndihmuar. Ajo vajza me emrin Aslı një ditë do të bjerë në dorën tonë. Patjetër do ja gjejmë një dobësine. Deri në atë moment i vazhdo të rish pranë Ozanit. Nuran! Ai, Razie nuk të pash kur erdhe.
Si do të më shihje moj mua? Si, je zhytur duke parë telefonin dhe rri ullur si bufi trishtuar? Çfarë ka ndodhur? S'ka ndonjë gjë të keqe? Razie, për zotin nëse nuk ja them dikujt do të plas nga e keqja unë. E dija bësoj hemorragjin e tru. Çfarë po më thua moj bi, si ndodhi kjo? Kur ndodhi? A ishte e semur? Hesht, mos e ngri zërin më. Ende nuk i kam thënë asgjë Jasharit, nuk e di. Ai! Mirë se erdhe, zonja Razie. Ai, mirë se u gjeta, zotri Jashar. Mirë se ju gjeta. E gjitha kjo ndodhi për fajt të babait. Nëna ime është në këtë gjendje për shkak të tij. Do i kërkoj llogari unë atij. Le të bëhet mirë nëna jote, pas të tjera zgjidhen. Tani mos mendo për këto gjëra. Faleminderit. Hajde tani shkolaje fytyrën. Kur të zgjohet nëna mos të shoh në këtë gjendje. Aslo? Po shkon deri në tualet. Mirë, eja të shkojmë së bashku. Unë kam një punë ta mbaroj dhe kthehem. Nëse ndodh diçka, më lajmëroni. Në rregull. Ozan, ku po shkon? Kam një punë të vogël, ta mbaroj dhe kthehem. Të lutem mos u largon nga vajzat. Shiko, nuk më duket punë e vogël kjo. Po shkoj të gjej njeriun që e shkaktoi këtë gjendje në nënës Aslës. Kush është ai? Është i ati Aslës. Çfarë ka bërë? Lere fare. Ore më trego, mos e ke trajton gruan. Është problematik? Po vi edhe unë. Jaz. Shiko, nuk po të marr leje. Përveç kësaj jemi dy veta. E gjejmë shpejt atë njeri. Nëse do të vish hajde, nuk kam më kohë për të humbur. Unë do të ngrihem, me siguri keni gjëra për të biseduar. Jo, zemër. Kalofshi mirë. Unë gjithsesi kam punë. Mirë atëherë, mirë. Shihemi më vonë, zotri Jashar. Çfarë ndodhi, moj? Hape gojën e trego shpejt. Kunata jote ishte e semur? Prit, po më merre Luli. Alo? Çfarë ndodhi bia ime? U zgjua Hedia? Jo ende nën, po presim. Të mora vetëm që të mos bësh merak. Mirë. Dëgjoj, më lajmëroj her pas here, mirë? Ato të dyja kam bentur antje në spital. As nuk mund të shkoj atje, as nuk mund të rri rehat këtu për zotin, nuk di çfarë të bëj. Ai, mos fol kështu, Nuran e dashur. Pse jemi ne këtu, më thuaj mua? Do ta marrun Korajin dhe do të shkojmë që të dy tek ato afër. Razie, mos të vi edhe ty zor. Ej, shikoje këtë se çfarë flet kështu gjëra ti. Për hir të Zotit, atëherë po shkojmë menjëherë të gjej Korajin. Faleminderit, motor. Zoti të shpërbleft. Po të mbarë. Faleminderit, urdhëroni. Po kërkojmë njëri me emrin Xhengiz. Sa shumë njerëz po e kërkojnë këtë Xhengizin që nga mëngjesi ju jeni të dytët. Na fal, duhet ta gjejmë patjetër. Gruaja e tij është semur dhe duhet ta njoftoj. Oh, sa keq. Shërim të shpejt. Prit pak, të paktën edhe ne të bëjmë një të mirë. Kur do e gjejmë njeriu do e çojmë në spital? Çfarë do bëjmë? Vetëm nëse do e rrahim, më thuaj. Sepse në atë punën s'kam përvojë. Kjo është targa e kamionit të Xhengizit. Nëse gjeni kamionin, do ta gjeni edhe Xhengizin. Shumë faleminderit, Usa. Punë të mbarë. Faleminderit. Dhe si do ta gjejmë kamionin në këtë qytet kaq të madh? Të ishim në Adana? Babai do e zgjidhte këtë punë për 2 minuta. Pse? Baba yt mos na qenë ka gaje Adanas? Jo. Jo vlla, si ka të njohur në policinë e trafikut. Ka miq në polici.
Po ju nuk jeni këtu ndonjë të njohur të policia e trafikut? Unë jo në fakt, por di dikë që ka. Ai njeri është hajdut. Berçin, a të duket momenti për të folur për këtë gjë? A ka që pa ndjeshme je? Jo, por ajo që bëj babari Sa sa? e bëri jati i saj, dhe jo Aslı. Prandaj nuk ke të drejtë ta lëndosh atë, sidomos në këtë gjendje. Harro gjithçka që ke dëgjuar. Si mund të ma kërkosh një gjë të tillë ti mua? Unë po të them se ai ka vidhur në shtëpinë tonë. Ka kryer krim. E di, Berçin, mos i thuaj askujt asgjë. Do ta zgjidhun këtë punë. Urdhëronën. Berçin, ku është baba yt? E marr në telefon nuk përgjigjet? Nuk e di në, nuk është në shtëpi. Por se po më flet me këtë zëti, ka ndodhur ndonjë gjë e keqe? Aslı, Çfarë ka ndodhur me Aslën? jo, s'ka ndodhur asgjë. Asgjë. Mos u mërziti. Çfarë do që të ketë ndodhur mes asaj dhe Ozanit, ajo vajzë një ditë patjetër do të gaboj. Ti vetëm mos i ndaj syt nga ai. Hajde, unë po iki tani. Vajzat po më thrasin. Të puth lulja ime. Po, u takua me bordin drejtues. E miratuan projektin për sallën sportive. Ndërtimin do ta nisim në dimër. Do të flisje edhe për rritjen e numrit të studentëve me bursë. Zemra nuk na mbeti kohë shumë. Nëse do flasim në mbledhjen tjetër. Në rrethanat e tjera, do të kërkoja të trokisja pare se të ije. Por për fat, këtu nuk ka të uaj. Mirë, Ozan, fol, po dëgjoj. Nuk kam shumë kohë. Ti kishe një mik që ishte drejtor policie. A mund ta zbulosh ku gjendet kjo targ? Më duhet që ta gjej këtë kamion. Ozan? Ti tani po kërkon diçka nga unë? E tani, po. Nëse arrin ta gjesh do t'ishte super. Sigurisht, Ozan, sigurisht. Që është ke fjalë. Si të duash ti, po telefonoj më njëherë tani. Ozan, çka ndodhi? Kë po kërkon? Asgjë e rëndësishme. Thjesht po kërkoj një mik. Për momentin mjafton të ish vetëm kaq. Unë po telefonoj më njëherë. Ai, vajza ime, zemra ime, bukur, ai, tu bëfsha kurbanun ty. Teta Razie? Ai, shërim të shpejt, bia ime. Çfarë ndodhi zonjës Hedie? Tash zoti do bëhet mirë. Asla, kjo është teta Razie dhe kjo është vëlla Koraj. Janë ish fëqinja tanë. Erdhën herën e kaluar për ti nuk ishe. Shërim të shpejt, e lyll. Edhe juve, motë, shërim të shpejt. Faleminderit. U munduat dhe jo. E i lull. Po shkoj të pyes ndonjë mjekun. Do shta me lejojnë të hyjtë në nëna ime prapë. Në rregull, shpirt. Ai, sa keq më vjen për vajzën. Si është ka ta ndisur kështu? Ai, e lyll. Moj bia ime dhe fytyra jyte është holluar fare, au. Apo jo, Koraj? Unë me njerë po shkoj t'ju blej diçka. Koraj, mos u largon nga e lyliti. Mirë, mirë. Nuk ka nevoj teta Razie. Le të blej, le të blej, le të blej. Sa e dhimbshme është kjo e lyll. Kjo ishte... Mos u mërzit. Do me thënë, mërzitun normalisht se si do qofte ke tëndel. Mirë jam unë, vëlla Koraj. Po, sigur ta lëm këtë vëlla Koraj. Më thuaj thjesht Koraj? Koraj është në rregull. Le tjetë. Ti e më i madh se unë.
Nuk mund të drejtojmë ndryshe. Ozan, na e shpjegon një herë mirë këtë punë. Çfarë pune ke ti me shoferët e kamionëve? Ozan, nuk ka ndonjë problem apo jo? Tani, ju thash që s'ka asnjë gjë. Shiko, nëse do të bësh ndonjë budallëke, do të hysh në telashe e ndala Mimtazin. Ozan, të lutem mos fsheh diçka. Nëse mund të të ndihmojmë me diçka, atëherë ne... Askush nuk mund të më ndihmoj. Mjafton që ta gjej vetë atë njeri. Ka ashtu? Na e trego pak më mirë. Po kërkoj baban e Aslës. Përse? Nëna e Aslës është shtrua në spital. Duhet ta gjej sa më shpejt baban e saj. Ai zoti i madh. Inshallah s'është gjë e keqe. Pse nuk po u përgjigjen telefonatave? Asnjëra nga vajzat nuk po përgjigjet. Hajde, Hidia është tek shoqja e vet. Po vajzat ku janë? As Asli, as Eyluli nuk e hapin telefonin. E mirë shpirt, ndoshta ka dalë për shëtitje, edhe ti ankohesh pa pushim, ha? Sot je shumë nervoz, ha? Ulu, Jashar, ulu. Unë po bëj një çaj tani. As babaj nuk di gjë, Eylül. Mere bia ime, do të qetësoj pak stomakun. Faleminderit. Urdhronon. Eylül, dëgjoj tani, unë nuk po arrit ta qetësoj më baban tënd, vajza ime. Po ankohet pa pushim. Ku janë vajzat? Eja tani këndej. Nënun, si të vjet alo vetëm Aslën? Bi, eja një herë të shohaj, pastaj gjejmë një justifikim tjetër dhe ikën prapë. Mirë, po vi. Nën. Hajde më. Hapi syt. Si është? Njësoj. Nuk zgjohet. I them të ngrihet, por sikur është e zemruar. Nuk po më dëgjon. Më telefonoi nëna. Babaj pas ka pyetur gjithkohën për ne, pse nuk jemi në shtëpi. Të shkoj një herë ta shoh, si thua. Në rregull. Ti mos u shqetëso për mua. Më lajmëro nëse ka ndonjë ndryshim. Vëlla, e ja ullu këtu, do të vinë ndonjë lajm së shpejti. E çfarë po bëjnë vallë në spital? Mos është zgjuar e Oman nga koma. Shpresojmë. E këta gjenim atë baba që s'bën as pes pare, ti qesoj shpirti vajzës. Nëse ai njeri nuk vlen as pes para, të mos e di vajza. Pse jemi vën kaq shumë pas këtij njeriu?
Duhet të marrim diçka prej ti, një amanet. Nese tani kaq mjafton që ta dish. Mirë, çfarë do që duhet do e zgjidhim? Mesazh nga Mumtazi. E ka gjetur kamionin. Hajde tani. Profesor? Jo, Më tregoi Ozani që nëna jote është smur. Si është? Çfarë diagnoze ka? ka pasur hemorragji në trup. Si ndodhi? Nuk e di, profesor. As nuk po na japin ndonjë shpjegim të qartë. Gjendjen e ka shumë kritike, profesor. Përpaksa... Profesor, vetëm të mos i ndodhë gjë në time. Nuk do e përballoj dot. Jashar, çaj është gati. Erdha! Erdhi edhe i Lyli. Zonja Nuran, përshëndetje. E mora vesh për hedhjen. Dhe u mërzita, a ka ndonjë lajm si është gjendja e saj? Zonja Zhylite, nga e morët vesh ju? Më tha Ozani. Tha se gjendja është kritike. A ka ndonjë gjë që mund të bëjmë? Ju lutem, mos thoni gjë Jashari, se di akoma. Nuk i treguam, mos thoni gjë, ju lutem. Ju lutem. Joho, çfarë po më fshihni përsëri? Nëse babai e kupton, do shkatrohet. E di që do së murret nga mërzia për motrën e tij. Me të vërtet, ke shumë të drejtë, bia ime. Si e harrova unë këtë gjë? Kam një të njohur këtu unë, me që erdha për shkoj ta vizitoj atë. Koraj, Bir, a mund t'i ta qosh e Lylin deri në shtëpi, të lutem? Po, mos u shqetëso, hajde. Më falë, Lyl, këtë ko jam aq i zë me punë sa se di ku e kam kokën, por sa po dëgjova për spitalin, erdha me një herë. Të them diçka, me siguri që je uritur. Çtu atë të çoj të ham diçka të mirë, besoj që nuk e vën do të kafshat në gojë. Hajde të shkojmë në ndonjë vend të mirë, të ham ndonjë çebab badanaje apo diçka të tillë. Si mund të mendoj për ushqim në këtë situatë? Mua më duhet të shkoj në shtëpi. Ej Lyl, më fal, nuk e mendova. Çfarë të fshehim, zemër? Nuk po fshehim asgjë ne. Zonja Nuran po më bën një nder për radhën e pastrimit mua. Në fakt radhën e kishte zonja Aisel, por Nurani më mori mua përpara. Po flisnim kështu që të mos e marr vesh zonja Aisel. O zot, unë po pyesja veten se çfarë po përshpëriti te dera. Më falni që ndërhyra. Mbetet në këmbë. Urdhroni, hyni brenda. Urdhroni, ju lutem. Faleminderit, Mimtazi do të vi tani. Përshëndeteni shumë. Me kënaqësi. Zoti ju shpërbleft juve. Mos thuaj ashtu. Nëse ka ndonjë ndryshim në gjendjen e zonjës Hedie, ju lutem na njoftoni edhe ne. Patjetër. Shërim të shpejtë. Faleminderit. A mund të na tregojnë diçka pa kaluar 24 orë? Profesor, unë po shkoj të laj fytyrën të duart. Kthehem më njëherë. Profesor, me qëra fjala, ju falemderoj shumë juve që erdhët.
Çfarë është kjo? Tani e di se çfarë do të bëj unë. Fol vogëlushja ime. Nën. A të kujtohet kur the se do ja gjenim një dopsi aslët? Ja gjeta unë atë. E po kjo është vajza ime. Çfarë dopsie? Baba i aslët është hajdut. Ky është kamioni. Jas, ti prit këtu dhe. Pas ka vjedhur mashgjetat e babait tët, ka hyrë në shtëpinë tonë dhe i ka vjedhur. Pikërisht ashtu. Edhe nënën e saj nuk e kam pas kur me qej. Qelsin madje ja dhash me duart e mia, të besoj ty. S'ka problem gjithsesi. Kjo punë na leverdis në dyja. Do shpëtojmë përgjithmonë nga Asla dhe familja e saj. Ti mbylle, unë po telefonoj policin. Nën, ndalo. Unë i premtova Ozanit që nuk do t'i tregoj askujt. Nëse ti ja thua tani, ai do i kuptoj që unë kam treguar. Por nëse ti e kupton vetë që manshetat janë vjedhur, atëherë unë nuk dal në gënjeshtër. O Zot, kjo vajzë ka marrë të gjithë zhuarësi nga unë. Mirë, po kthej me njerë në Ankara, unë ti mbylle. Ah, Zot, sa e bukur është jeta. E bukur vlla, po gënjem. Janë antike këto. Të shëkim nga sërgjyshim, janë shumë të çmuara. Si quhet sërgjyshi yt? Sepse jam shumë kurioz. Prit pak, Tarik mbase. Këto mansheta janë të vjedhura, zotëri. Si guxoni shpifti, ore? Nëse unë shpif, shkoj në polici. Dhe ande janë kohë. Nuk pranoj mall të vjedhur, më vjen keq. Shhh. E ku po shkon? Ore djalë, largo nga këto se do të thyej kambat. A i dërzuar ato mansheta nuk bëj asnjë hap. E di. Ke mbetur gjithmonë si një plak në zemrën time, e di këtë? Gjithmonë më ka munduar ajo plak. Nuk është shëruar kur. Sikur të kishim edhe një mundësi, o Zot. Tarık. Aslin po ta lëmën e ty, sepse ajo
Hedie. 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 Një moment, hapeni rrugën. Hapeni rrugën. Nënt? Hedie.